ski lifti ka qenë vetë se i ndërtum, besoj që kish mujt me lu 365 dit me qenë aktiv. Edhe unë mendoj që ski lifti duhet mu aktivizu, duhet me gjetë një lloj modusi. Instituti për mbrojtjen e natyrës janë gjithmonë në kontroll të gërmisë, janë shumë kujdesshëm, ne edhe në shtigje me klubin Alpin Prishtina, kur kemi punu, kemi qenë në kontakt me ta. Edhe kemi marrë informata për tyre çka mundem ne me ndërhy në gërmi. Realisht ne vetëm i kemi vendosur shenjat në shtigjet e gërmisë, nuk është që kemi hapë shtigje. Vitet e fundit frekuentimi është shumë i madh. Unë kam dëgjuar që janë rreth dikon 250.000 vizita në gërmi brenda vitit. Tash llogaritë 250.000, ndoshta më mbledh këtë bjeshtë namuna, këtë sharrin, ndoshta në këtë Kosovë nuk janë 250.000 vizita në parqe. Kështu që është shumë e frekuentuar, kjo tregon që ne Prishtina nuk kemi park tjetër, nuk kemi male tjera. Kjo është gryka jonë e Gollakut, kjo bjeshka jonë.